15 vjeçar po mbillte një rënjë ulliri në baçën e tij. Aty pranë kaloi mbreti, të cilit I bëri përshtypje plaku që akoma po punonte tokën. Ai I bëri sheh shoqëruesve të tij se ai donte të bisedonte pak me plakun. Unë me mbaro plak, ka që mbreti. Që mirë të ndori në bache, a nuk duhet isha të bacha tani? Atje isha, por në vita të mbjerë këtë fidan të ri. Kur mendon se do të jap frute dhe këtë fidan të ri që po mbjell? Pas 30 vjetësh. Pas 30 vjetësh duhet të rosh të shijosh këtë fidan të ri që po mbjell. Jo, mbret, por t'i pun bolën të tjerë e I rënë nga unë, po tani do mbjell unë që të hanë të tjere. Dhe plaku, pas ka këtë fjalë, e nisi punën I gëzuar, I buzëqeshur, se mbreti I largua në duar. Plak 90 vjeçar po mbillte një rënjë ulliri në bankën e tij. Aty pra kaloi mbreti, të cilit I bëri përshtypje plakut, I cili po vazhdonte akoma të punonte tokën. Ai bëri me shihen shoqërues të tij që të ndaleshin, të dëshironte të bisedonte pak me plakun. Unë e mbaro plak, mbar pashën drejturin. A nuk duhet të ishe të vatra tani, që mirë të nxorë në bakë? Atje isha, por unë rritë të mbjell këtë fidan të ri. Ku mendon se do të jap fruta ky fidan? Një që të mbjell. Pas 30 vjetësh, Ti mendon të rosh dhe 30 vjet që të zgjosh frute nga ky fidan? jo mbret, por të kur në ditën të tjerë të haja por sot të mbjell unë që të hajnë të tjerët. Dhe pas I thoj këtë fjalë, plaku vazhdon punën duke buzëqeshur, ndërsa mbreti largohet në bakën e larguar. Një plak 90 vjeçar po mbillte një rënjë ulliri në baçën e tij. Aty pranë kaloi mbretëresha, të cilës I bëri përshtypje se një plak 90 vjeçar po mbillte një rënjë ulliri në baçë. Ajo ju a bëri me shenjë shoqëruesve të saj dhe sepse donte të bisedonte me plakun. Nga e mbaro plak, Pa që mbretëresha. që mirë të ndori në baçë tani, a nuk duhet të ishe të vatra? Atje isha, por po mbrita të mbjell këtë fidan të ri. Kur mendon se do të jap frutë ky fidan I ri që po mbjell? Pas 30 vjetësh. Mos vallë shpresë të rosh për 30 vjet të tjera që të hash frutë nga ky fidan? Jo mbretëresh, por dikur bën të tjerë e hëngra tani do mbjell të hap të tjerë. Pasi thotë këtë fjalë, plaku vazhdon punën duke buzëqeshur ndërsa mbretëresha largohet me pamje të menduar. Vjeçar po mbillte një rënjë ulliri në baçën e tij. Aty pranë kaloi mbretëresha, cilës I bëri përshtypje ky plak ka që në shuar që vazhdonte të punonte tokën. Prandaj U bëri me shenjë shoqëruesve të tij që të largoheshin sepse dëshironte të bisedonte me plakun. Unë mbaro plak, Mbar paqë mbretëresha jonë. që mirë të nxorë në bakë, a nuk duhet ishte të vatra tani? Aty isha, por mbrita për të mbjellë këtë fidan të ri. Ku mendon se do të jap frutë ky fidan I ri që po mbjell? Pas 30 vjetësh. Mos vallë shpresë të rosh edhe 30 vjet që të hash frutë nga ky fidan që po mbjell? Jo mbretëresh, por dikur bollën të tjerët e hëngra unë, tani do mbjell unë që të hanë të tjerët. Dhe pasi thotë këtë fjalë, plaku vazhdon punën e tij duke buzëqeshur. Mbretëresha largohet me pamje të